aktivistët e partive opozitore që po na kritikojnë kishin pas prit që kur të garën PSD-ja ka me thonë voton e PDK-n dhe LDK-n. Kjo është jo normale. Unë besoj që bindjet e mia, bindjet e majta socialdemokrate i përfaqësoj më së miri unë si parti politike. Me u pas qeni kënaqur me PDK-n e LDK-n, nuk kisha qenë. Do të ishit pjesë e tyre. Kom pjesë e tyre, si votues, si aktivist, si kandidat, si çka do. Unë pikërisht mirë me politik, sepse nuk jam i kënaqur me to. Ne kemi bo thirrje të hapur me u bloku opozitor që garën bashkë mbi parime. Nuk ka shansa. Këta nuk po mujnë me u pajtu. Absolutisht, ata që janë të gatshëm me kontribu për me nalë autoritarizmin në Kosovë. Po nëse i sheni, këta ma shpesh takohen me Kurtin se sa në Mezeti. Prej përfundimit zgjedhjeve të kalume, unë nuk e di asnjë takim publik të Bedri Hamës me Lumir Abdigjikun. E i dinja 10 takimet këtyre dyve veç e veç me zotin Kurti. Unë mendoj që kjo nuk është qasje opozitore, të paktën jo opozitore nëse ti i thu një pushteti që është autoritar dhe i rrezikshëm. Me këto pushtete nuk flirtohet. Me këto pushtete ka ndarje të qartë demarkimi. Mos them ka llogore, se është term luftarak, mirë po ti nuk mundesh me u fut në flirtim politik me atë që po thu është e rreziku demokracinë në Kosovë. Sepse kur shkon ti në takim, po mendon që kime e zbut autokratina? Po mendon që ai nuk e din çka ka bënë ti pas kemi asqaru? Jo. Halli im është që partitë politike nuk po janë gati me u bashku edhe me partitë që i kanë pas si motra. PDK-ja s'po është gati me u bashku as me nismën. LDK-ja është palli bashkimin e së djathtës, që ka me qenë bashkimi i vetëm, që ka me pas ma shumë ndarje se bashkim. Ju e pam, ka dy bashkim, ma shumë po ka shkërmoqje të individëve aty këtu, për plasjet me përparim ramën, pak knacit me nga grupit parlamentar, aty veç bashkim nuk është. Aty është bashkimi dy personave, Vjosës dhe Lumirit, njëri për me rujt pozitën në partit vetë, Vjosa për me rujt sa do pak atë ndikim që i ka mbet nga të qenërit presidente. Si shemi edhe tani garën bashkë me Vjosa Osmanin, jo veç të LDK-s, po futjen e saj në garë, duke pas parasysh